Është çështje kohe. Pahlavi I bën apel Shtetet Bashkuara dhe Trumpit nga meniu ndërhyrje ushtarake amerikane në Iran. Reza Pahlavi, një figurë opozitare iraniane, djali I Shahut të fundit të Iranit, tha të hënën se një ndërhyrje ushtarake amerikane në Iran mund shpëtojë jetë dhe kërkoi administratës presidentit Donald Trump të mos vonojë negociatat me udhëheqësit klerikal të Teheranit për një marrëveshje bërthamore. Djali në mërkim I Shahut të fundit të rrëzuar të Iranit I tha Reuters në një intervistë se kishte shenja që qeveria iraniane ishte në prag të rënjes dhe se një sulm mund të dobësonte atë ose të përshpejtonte rënjen e saj. Pahlavi I bëri komentet në margjinat e konferencës së sigurisë në Munich, ku zyrtarëve të qeverisë iraniane u ndalohet të marrin pjesë. Kjo është çështje kohe. Shpresojmë që ky sulm do të përshpejtojë procesin dhe njerëzit më në fund do të jenë në gjendje të kthehen në rrugë dhe ta çojnë atë deri në fund për rënien përfundimtare të regjimit iranian, tha Pahlavi, I cili jeton në Shtetet e Bashkuara dhe ka jetuar jashtë Iranit që para se babai I tij të përmbysej nga revolucioni islamik I vitit 1979. Një fushat arrestimesh, mashtrime, friksimesh muajin e kaluar çoi në arrestimin e mbi 7.000 personave të vdekur dhe shumë të tjerë të arrestuar, ndërsa autoritetet iraniane kërkuan të parandalonin demonstratat të mëtejshme pasi shtypën demonstratat më të përgjakshme qysh nga viti 1979. Demonstratat filluan me 28 dhjetor si protestë paqësore në pazarin e madh të Teheranit për shkak të situatës së vështirë ekonomike të qytetarëve dhe u përhapën shpejt në gjithë vendin. Opozita iraniane është polarizuar midis grupeve rivale dhe fraksioneve ideologjike, përfshirë edhe monarkistët të cilët mbështesin Pahlavin dhe nuk duket se kanë prani veçanërisht të organizuar brenda Iranit. Në intervistë për Reuters, muajin e kaluar Trump u shfaq skeptik në lidhje me nivelin mbështetjes së Pahlavit brenda Iranit. Njerëzit shpresojnë që në një moment caktuar të vendosin se nuk ka kuptim, nuk do të arrijmë askund me negociatat. Pra kjo është koha që Shtetet e Bashkuara të ndërhyjnë dhe të bëjnë atë që presidenti Trump ka premtuar të bëjë të kthejë njerëzit, ndërkohë Shtetet e Bashkuara kanë dërguar dhe një aeroplan mbajtëse tjetër në zonë.